Zyra vendore arsimore parauniversitare në Shkodër vjen me organizimin e aktiviteteve në kuadër të javës së mësuesit. I radhës u zhvillua pranë qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër, mësuesit prek përjetësinë, titulli i aktivitetit tradicional i vlerësimit të mësuesve që dalin në pension në këtë vit shkollor. Unë sot kam kënaqësinë që me gjithë zemër të uroj të gjithë mësuesit që kanë dhënë nga vetja e tyre për të përhapur dije tek nxënësit dhe studentët. Ju jemi mirënjohës që ditë pas dite me vullnet dhe përkushtim kontribuoni për të sotmen dhe veçanërisht për të nesërmen e kombit ton. Shumë prej tyre shpesh janë vlerësuar nga shkollat e tyre. Vit mas viti janë promovuar punët e mira që kanë bërë dhe kjo është një dëshmi e pastër dhe e qartë e punës që ka mësuesi. Ai është shënjues i brezave të së ardhmes. Kemi një mirënjohje të veçantë në fakt në këtë ditë edhe për gjithë prindrit që na besojnë në dritën e tyre të syve dhe janë ato që e kanë përparësi edukimin e fëmijëve të tyre. Dhe pavarësisht çdo vështirësie, ato sakrifikojnë çdo ditë gjithçka për fëmijët e tyre, për të ardhmen e Shkodrës dhe Shqipërisë. Sot ne gjithë bashk jemi përballë sfidave të reja. Kemi nisupe peshën dhe përgjegjësinë për të vazhduar traditën arsimdashëse të Shkodrës, po edhe të Shqipërisë. Na duhet punojmë fort për rritjen e cilësisë të mësimdhënies dhe për të nxënët. Na duhet të ruajmë shumë standardet, të përmirësojmë ato dhe të sigurojmë gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabartë për të gjithë nxënësit tonë. Në mënyrë që çdo fëmijë të jetë pjesë e të nxënit, pjesë e shkollës në të gjitha nivelet e saj dhe pastaj në të ardhmen pjesë e tregut të punës që garanton atë Shqipërinë europiane që ne të gjithë duam. Në këtë sallë kemi mësues që kanë vite të tëra kontribut në arsim dhe në duart e tyre kanë kaluar breza të tërë nxënësish që sot vazhdojnë të kontribuojnë në Shqipëri, po edhe përtej saj, në shumë fusha dhe në shumë veprimtari. Janë kolekt mësues që kemi këtu, me të cilët të qenët të barabartë në titull, na ngarkon me shumë përgjegjësi. Përgjegjësi për të rritur nivelin e seriozitetit në punë, profesionalizmit, si dhe për ta trashëguar këtë traditë edhe te breza që vinë pas.